Miqtë e emisionit Foli ju përshëndes nga Gjorica e poshtme. Gjorica e kuqe, Gjorica e historisë. Jemi rikthyer në Gjoricë sepse banorët kanë një hall shumë të madh. Tokat e tyre të lëna enkas për kullot, Bashkia e Bulqizës ka vendosur t'i japë për panele. Një fenomen i frikshëm që po shihet në të gjithë Shqipërinë. Banorët janë ngritur me të drejtë në protestë, dhe me të drejtë sepse nuk dinë ku çojnë baktin. Janë me qindra e qindra kokë bakti në këtë fshat. Ju shikoni, unë ndodhem buz drinit dhe shikoni çfarë fushash që deri dje kanë qenë toka buke do i jipen për panele diellore. Fusha e Gjoricës do i jipet për panele diellore. Sa ta syri. Shikoni në krahun e djathtë dhe në krahun e majtë. Pushini Jordi. Përçish ta fermosa unë. Përçish. Ku do të që te ta kum. Çish ke bë? Se të thu unë pronën tonë e morrën. Po ku e kemë pronën? Po ku e di ti? Po pse erdhi unë? Mos u merr për dashje, nuk për kozë as samurai Jordi. Ti flet për veten tonë. Unë nuk jam dakord. Ajo është ti thot për vetë me vetë nuk jam dakord. Ti thot për vetë me vetë nuk jam dakord. Unë jam dakord, ti në votim. Jo, Një pyetje shumë e thjeshtë qeverisë. Ku t'i fusin banorët delet? T'i fusin xhep, nëse i jepet toka për panele? Sepse kjo po na ndodh në çdo cep të Shqipërisë. Po na ndodh në Levan, po na ndodh në Seman, në Cakran, kudo. Po na ndodh në Ersek, po na ndodh në Pogradec. Çfarë ka ndërmend qeveria të bëjë me tokat? Dhe çfarë ka në realitet synim paketa e maleve? Sepse kemi ardhur në fush. Paket malesh në fush është e çuditshme. Megjithatë, unë kaq do them nga fjalët e mia. Të tjerë do i thon banorët, sepse unë i kam mbledh një pjesë prej tyre që ja ku i kanë lëshuar dele. Le të flasin ata, ne flasim përmes zërit banorëve. Banor, shumë faleminderit. Përshëndetje dhe është kënaqësi sa herë që vim Gjoricë. Kemi qenë dhe një herë tjetër. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen për ardhjen e juaj. Faleminderit. Nemi do. Bab, si të quaj një herë? Si të quaj? Ja, mbaj këtu poshtë që mos na krijoj në një kështu, e ndezur është. Si të quaj? Ferit Cam. Sa vjeç je Ferit? 75 vjeç. Këtu je lind e rrit? Po. Këtu në këtë tokë? Po. Te kjo tokë çka ka qenë përpara? Të falish. Qeveria e Nërës, këtë tokë ka qenë këtë pyll. Pyll? Po. Edhe kemi, kush dhe banor që kemi ardhë nga Vllaca. Po. Ne jemi mërgjin nga Vllaca. Po. Çdo banor që ardhë nga Vllaca, kemi pagu për mërat katunit, edhe kemi blenë tokën, e ne kemi pagu flesh tonë, kanë dhënë flëri, për të mbajtë mërat e katunit mëra. Pra, të parët tuaj kanë paguar flori për këtë tokë, Po. që ju të kullostit Që të kullosin baktin. Po. Çdo një që vite, pa pagu mëran, së në verë të tokën e tje, së në rritë, se të në tokë vetë. Çdo një, çdo program, çdo vëj që kemi arë Pra të gjithë ju, kjo është toka juaj, po thoni. Kjo është toka jonë. Enver Hoxha e prishi këto, ka qenë, Po? e prishi edhe e bëni tokë buke. Edhe kjo, sot ekziston tokë buke. Ku erdhe mëse që në 92-95, për të shpërda,
dëshim ta morim, ta bëjmë Po tokë të buke. buke. Po. Po. Ne prap, Ja ta dëgjoj. ne prap u mlodhëm Po. edhe me këshill komune, Po. edhe me këshill komune e kom shkruajt, Po. edhe me këshill komune e kemi bën që kjo të rrje Barakatuni si që ka pasur dorë. Pra ka vendos pushteti vendor që kjo të Edhe pushteti vendor, këshilli komunës, e kemi bën edhe me këshill komune, edhe me ne si shatar, që kjo të jesë Barakatuni. Tani sa kope kanë mundësi ose e kanë ushqimin e vetëm këtë kullot. Të shi, këtu mi 4-500 kokë dele kemi. Dele? 4-500 Po. kokë dele. Lop kemi, ore kje, çdo shtëpi ka lop. Çdo shtëpi Që vjen te kjo që vjen kullot. këto. Po. Jemi 80 shtëpi. Pra 80 lop 80 shtëpi, minimalisht. Sigur ka një lop, 80 lop. 80 lop. Po. Edhe bati sa dush që hanë në këtë tokë. Që po mor kjo tokë? Ne s'kemi kush kemi. E s'da vinë fëmijët tonë më këtu. Ne pretendojmë që na vinë fëmija jonë këtu prapë. Që në mbi bazën e kësaj, ato kanë shpesa që vinë ke këtë. Normal. Po se, po na mundi që do, ne s'kem, ja ne do të dalim mo, s'kem në Evropë, se zvjet fëmija jonë këtu mo. Po ju s'ju largoj turku. Ore, ka qenë ai zogu. Që në Enver Hoxha që qushim shumë reakcionar. Po prap, nëzion nuk ka, një gërvishtje nuk ka bo në Kadaca. Si ose ka një gërmë se ka dujtë, Ja Enver ta Hoxha. dëgjojmë, Që qushim batë zekër. Nëse këto bënë më të qisë Enver Hoxha, në sharëm Enver Hoxha, të dullin më këtë Enver Hoxha. E kuptoj. Ja ta dëgjojmë të lutem. Kaq. Dullin më këtë. Jo, tani ç'a ndodhi në atë moment që ju pam në Përleshje? Ç'ishte ajo përplasje me bashkinë? Ishte dëgjes, ç'a ishte? Ishte dëgjes. Dëgjes, ë? E para. E dyta. E dyta? E dyta, se e para e ka hongër. E hongër. Se gjithë janë gënjë me një ma nesë. E në s'ka problem. Tek e para u gënyet. U gënjë. Tek e dyta? Tek e dyta jemi bët gjithë kundra, të gjithë kundra. Janë në bitë 80 vetë, 70 Po, vetë. tek ato firmat që pashun. Po, janë bitë 70 vetë që kanë firmos. Kundra. Në më si harri dha Kundra. Alas kanë arë cullë këto, si janë kanë arë 5 vitali. Pra, 80 janë vetëm këtu, se ju njerëzit i keni jashtë, apo? Jo, sa jemi në plesht. Dese kom 4.000, 5.000 kom jashtë. Asë jo, vetëm një gjallë. Edhe sa ka ki. Jemi Qereku. A kupto? Vetëm Qereku ka mbetur. Qereku këtu. Që ato gjashtë alë. E Jemi vërtet. Qereku. O, nuk futet njëri kom, po të kemi fëmijë këtu. Nuk futet kom njëri këtu. Po janë në Itali. Po si kemi. I kemi vetë në rëllat. E qartë. Faleminderit. Respektare.